Ejani të këndojmë ungjillin e Shën Joanit, edhe të studiojmë ngjarjet mistike të Samaris, ku kërkonte ujë për një gruaje, Zoti i ujrave të botës. Hirësi, etër të nderuar, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Jeta adhuruese e kishës son është një thesar i madh. Nëpërmjet himneve të saj, çdo e diel, çdo fest, çdo pasazh ungjillor na paraqet jo vetëm një kuptim historik, por edhe një kuptim theologjik, të cilën himnografët e hirshëm na e sjellin shumë bukur dhe kuptueshëm për të gjithë. Sot, në të dielën e Samaritanes, kisha nafton të ndalemi në një takim personal të Zotit Krisht me një grua prampusit të Jakovit. Mesazhi kryesor i kësaj të diele është se Zoti na takon aty ku jemi, në gjendjen ku ndodhemi, në këtë orë konkrete të jetës sonë. Ai nuk vjen për të na shtypur me gjykim, por për të krijuar një marrëdhënie personale me ne, për të na dhënë dorën, për të na ngritur dhe për të na çuar drejt jetës së përjetshme. Në kohën kur ka ndodhur kjo ngjarje përshkruar në pasazhin e ungjillit që dëgjuam, Pusi nuk ishte thjesht një vend ku merrej ujë. Ai ishte një domosdoshmëri për jetën e përditshme. Aty njerëzit shkonin për të pirë ujë, për të siguruar jetën e shtëpisë së tyre dhe rrjedhimisht ai ishte një nga qendrat e jetës së atij vendi. Dhe ja pikërisht aty vjen Zoti Krisht. Ungjillori Joana e përshkruan se ishte i lodhur nga udha dhe i ulur pranë në pusit. Biri i Perëndis shfaqet i lodhur, i etur, i ulur pranë një pusi. Ai që është burimi i jetës i thot një gruaje, më jep të pi. Por në të vërtetë ai nuk kërkon thjesht ujë. Ai kërkon të hap një derë komunikimi. Ai fillon një dialog dhe e takon gruan në përditshmërinë e saj, nga një bisedë për ujin dhe pak nga pak drejt etjes më të thellë të shpirtit. Kjo është mënyra se si Zoti vepron shpesh herë në jetën tonë. Ai na takon në ngjarjet e zakonshme, në familje, në punë, në sëmundje, në vetmi, në gëzim, në dështim. Nuk pret që ne të bëhemi të përsosur për të na u afruar. Ai na takon aty ku jemi, por nuk na lë aty. Na pranon në gjendjen tonë reale, por na fton që të ngrihemi dhe të ecim bashkë me të. Dialogu i Zotit Krisht me gruan samaritane nuk është gjykues dhe përçmues. Ai zbulon të vërtetën e jetës së saj. 5 burra ke pasur, dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Por këtë nuk e bën për ta turpëruar, e bën për ta shëruar, sepse njeriu nuk mund të shërohet duke fshehur plagën, por duke e sjell para mjekut të shpirtrave dhe të trupave tanë. Gruaja ndoshta vinte në atë orë të ditës për të shmangur njerëzit. Ndoshta nuk donte të përballej me shikimet, me gjykimet, me përçmimin. Por Krishti nuk e pret me përçmim. Ai e pret me dashuri edhe me të vërtetë. Dhe pikërisht bashkimi i dashurisë me të vërtetën ndryshon zemrën e saj. Një mësim shumë të rëndësishëm edhe për ne sot. Zoti i di të gjitha. Nuk mund të fshehim asgjë prej tij, por njohja e tij nuk është si gjykimi ynë njerëzor, që shpesh plagos dhe largon. Njohja e Krishtit është dritë që zbulon, por edhe hir që shëron. Pasi vetëm kur e kuptojmë gjendjen tonë reale dhe përulemi para tij, mund të themi edhe ne: O Zot, më jep këtë ujë të gjallë. Shpesh njeriu ngjan dikujt që ka rënë në një pusë të errët, dhe nga lartë mund të dëgjojë zëra që i thonë: pse re? Si nuk u kujdese? Çfarë bëre?
por këto zëra nuk e nxjerrin nga pusi. Krishti nuk vjen si një zë që qorton nga larg. Ai zbret pra nesh dhe zgjat dorën dhe na thot: "Eja, ngrihu, unë jam me ty." Dhe kjo është dashuria e tij. Siç thekson kryepiskopi Anastas, Krishti nuk e shikon njeriu vetëm në gjendjen ku ka rënë, po në atë që mund të bëhet me hirin e Perëndisë. Ai përkujdeset të ftojë dhe të ndihmojë njeriu të bëhet ajo çka mund të bëhet me hirin e Perëndisë. Kështu pra, edhe gruan samaritane, jo vetëm si një grua me të kaluar mëkatare, por si një shpirt që mund të bëhet një dëshmimtare e ungjillit. Uji i gjallë për të cilin flet Krishti nuk është thjesht një ngushëllim psikologjik. A është hiri i Perëndisë, jeta e re që buron nga Krishti dhe njeriu e merr brenda kishës në pagëzimin e tij dhe e ripërtërin me misteret e shenjta në jetën e përditshme. Pastaj dialogu shkon më thellë. Gruaja pyet për adhurimin dhe Krishti zbulon adhurimin e vërtet që nuk kufizohet thjesht në një vend, por bëhet në frymë edhe në të vërtetë. Kjo nuk do të thotë se kisha dhe jeta e saj adhuruese nuk kanë rëndësi. Përkundrazi, në kishë ne mësojmë të adhurojmë në mënyrë të vërtetë, jo vetëm me buzë, por me gjithë zemër, jo vetëm një orë, por gjatë gjithë jetës sonë. Le të mendojmë një moment, ku mund të na presi Zoti sot? Sigurisht, vendi i parë që na pret dhe i sigurt është kisha e tij. Na pret në liturgjinë hyjnore, në misteret e shenjta, në leximin e shkrimit të shenjtë, por na pret edhe në çdo çast të jetës sonë, në vështirësi, në familje, në trishtim, në mëkat, në pasionet tona, në lodhjen tonë, madje edhe aty ku mendojmë se jemi larg tij. Na pret në mes të varësive tona, nga alkooli, nga duhani, nga rrjetet sociale, nga egoizmi, nga zemërimi, nga indiferenca. Na pret jo për të na thënë ti nuk vlen, por për të na thënë, nëse e dije dhuratën e Perëndisë, nëse do të njihje kush po të flet, do të kërkoj edhe ti ujë të gjallë. Në një moment tjetër të pasazhit ungjillor që dëgjuam, Zoti thot: "Ushqimi im është të bëj dëshirën e Atij që më ka dërguar." Dhe kjo na tregon qëllimin e jetës të çdo të krishteri. Ushqimi ynë shpirtëror është të bëjmë dëshirën e Atit. Konkretisht në familje, kur gjërat nuk shkojnë aq mirë, duhet të pyesim veten: apo bëj dëshirën e Perëndisë në marrëdhënien time me bashkëshorten apo bashkëshortin, a fëmijët? Apo ju ushqej me dashuri, me lutje, me shembull që një ditë t'ia dorëzoj përsëri Perëndisë? Në punë, a jam i drejtë, a jam i ndershëm, a jam i përulur? Në komunitetin ton, a shërbej me dashuri, apo kërkoj të dukem dhe të dalë e imja? Gruaja samaritane pati një takim personal me Krishtin kur po shkonte për të siguruar mbi jetesën e saj, por ajo mori shumë më tepër. Mori ujë të gjallë, mori guxim, mori një jetë të re, dhe shenja e parë e këtij ndryshimi ishte se ajo nuk e mbajti për vete atë që i ndodhi. Na u tregua se ajo la shtëmën edhe iku në qytet. Ajo la ujin e zakonshëm, sepse kishte gjetur burimin e ujit të gjallë. Shkonte njerëzit që ndoshta e gjykonin, e shmanglin, e përçmonin dhe i thotë: "Eja ni të shihni një njeri që mi tha të gjitha, mos vallë është ky Krishti." Ajo nuk mbajti një fjalim të madh teologjik, nuk pretendoi se dinte gjithçka. I thot thjesht: "Eja ni dhe shihni." Kjo është detyra jonë. Kudo që të jemi,
të bëhemi një ftesë gjallë drejt Krishtit, jo me fjalë të ashpra, jo me moralizëm, jo me gjykim, por me jetë të ndriçuar me dashuri, me përullësi, me shembullin ton. Kryepiskopi Anastas kujtonte një lutje që i kishte shoqëruar që në të ri të tij: O Zot, më çliro nga vetja dhe më dorëzo tek ti. Kjo është edhe rruga e Samaritanes. Ajo del nga mbyllja në vetvete, nga turpi, nga frika dhe nga izolimi, dhe dorëzohet te Krishti. Prandaj bëhet e lirë të shkojë tek të tjerët dhe t'i ftojë ata: ejani të shihni. Edhe në katedralen tonë, me bekimin e fort lumturisë së tij dhe për kujdesjen e Risi Ignatit, përpiqemi të bëjmë dëshirën e Atit, duke përhapur fjalën e Krishtit. Këtë e bëjmë nëpërmjet aktiviteteve për fëmijët, të rinjt, familjet, të moshuarit, si edhe t'i gjendemi pranë çdo njeriu që kërkon kuptim dhe shpresë në jetën e tij. Prandaj, do t'ju nxisja që të mos qëndrojmë vetëm spektator, të afrohemi, të marrim pjesë në këto aktivitete që organizojmë, të ndihmojmë, të ftojmë të tjerët, të bëhemi bashkëpunëtor në përhapjen e ungjillit nëpërmjet tyre. Në fund të pasazhit ungjillor, samaritanët i thon gruas: nuk besojmë më për fjalën tënde, sepse vetë dëgjuam dhe e dim se ky është me të vërtet shpëtimtari i botës, Krishti. Ky është qëllimi i përpjekjeve tona. Ne i afrojmë njerëzit te Krishti, por më pas ata duhet të takojnë vetë ata, në kishën e tij, në leximin e shkrimin e shenjtë, në misteret e shenjta, në kishën dhe në jetën e saj adhuruese. Të dashur vëllezër dhe motra, le të kërkojmë edhe ne sot ujin e gjallë. Le ta lejojmë Krishtin të na takojë aty ku jemi. Le t'i hapim zemrën, plagën, turpin, etjen dhe shpresën tonë. Zoti Krisht nuk vjen për të na larguar, por për të na ngritur. Dhe pasi të na ngrej nga gjendja jonë, le të bëhemi edhe ne dritë dhe shembull për të tjerët, që nëpërmjet jetës sonë ata ta njohin dhe të krijojnë një marrëdhënie personale me Krishtin dhe kishën e tij. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall.